mëngjesi dhe mirë se vini në vlogmas numër 8. Nuk më besohet që kemi kaluar tek java e 2 të vlogmasit. Tani është ora 11:30. Kuptohet që mbrëm shumë më zuri gjumi, pasi kisha pirë 2 kafe edhe Red Bull. Dhe tani do dalë të pi kafen. Është përtoja, më ka dalë gjumi pak më herët, jo ka që vonë, po isha shtrirë. Dhe përtoja jashtëzakonisht shumë që këcohesha shumë fare. Por, thashëm për duhet nisësh ditën, duhet të nisësh videon. Thashëm, kalon punën, do bëj pushim, do marrë kohë për vete, nuk e di kur po pushoj. Sepse jam çdo ditë duke xhiruar, edituar, duke marrë me YouTube-i dhe realisht nuk po gjej kohë fare që thjesht të pushoj. But it's okay, sepse për ju këtu të pasqyre e madhe, sa të të pasqyre e vogël, realisht ka rënë bomba, bashkë me kutinë me produkte të reja që më erë, dhe gjithë make-upit e mia që ata hapur, dhe tani nuk kam nerva që të merrem me sistemimin, por do merremi kur të kthehemi në shtëpi. Dhe kështu po thosha që unë e kam shumë problem në momenti që them diçka, siç thash që do bëj vlogmas si vjet. E kam shumë problem mos ta çoj në fund gjën, kështu që patjetër që këto video do t'i çojmë deri në fund, as që bëhet fjalë. E dini që sot e pas kam lëkurën shumë të hidratuar nga produktet e reja që përdora mbrëm, sepse unë vërtet e kam mikse, po kisha pak kohë që më rinte shumë e thatë. Edhe po mendoja në fillim të ndroja hidratuesin, se thosha nuk më hidraton mjaftueshëm. Por tani me shtimin e serumit dhe esencës, sot e kam goxha më mirë, sikur edhe make-upi por i më mirë, se më rinte pak i thatë, vende më rinte pak i thatë. Duhet të vazhdoj edhe trajtimet e mia të fytyrës, sepse unë akne aktive, më del një 2 shumë pak, nuk është fare problem, por problemin e kam që kam akoma njolla në akne në vendet që kam pasur akne më para, do të thënë diku këtu edhe pak këtu nga ana tjetër, dhe shoh që ndonjëherë duken aq keq në kamera, por live nuk janë aq keq. Janë njolla që fondatina i mbulon komplet. Po se ti pse pa make-up në kamera duken shumë keq. Edhe duhet të vazhdoja trajtimet e mia, të bëja prap dermapenin, ose po mendoja në fakt të bëja laser të fytyrës, provoj edhe Nela bëri një seancë lazeri dhe ka super mirë lëkurë, super rezultate. Po problemi është e recovery, te pjesa pas, sepse 7 ditët në vazhdim, lëkura është e kuqe, e acaruar, sa të filloj të bëj punë produktet. Dhe tani me video që ka për ditë, nuk e kam atë luksi që të dalë me fytyrën e acaruar për ditë në kamera, sepse duaj që të bëj video të bukura. Kështu që të mbyllim vlogmasin nga fundi, i muaj të bëj edhe trajtimin. Okej, bura pak vetëm blush, rregulloj pak vetullat, sepse jam bërë të merr për të hequr. Lash një orar unë për vetullat, jam në kaluar, më duket, sa me më të mirë. Kur ishte Black Friday, mandje kam lënë atëherë. Po, kështu më duket se ka qenë. Edhe e kisha lënë orari 5:30, diçka e tillë pas dite, nisëm bashkë me Klajtin, pastaj do vinim nga motra nga Ariona. Edhe them Klajtit që më prit në makinë, se nuk vonohem shumë, 10-15 minuta i them vonohem me vetullat. Okej, do Klajtit të çoj unë. Vemi ne, nisemi, ju thot Klajti nga ti pijem që mos ke trafik. I them unë, kjo dalja te Unaza i tash këtej nga Kino Studio, ka gjithmonë trafik i thash, kështu që se llogarisa unë në orarin që kthehesha nga puna kur isha në punë. Edhe i them kështu që i bie më mirë këtej nga Tegu se ka më pak. Unë atëherë thash edhe për punë kur ikën në mëngjes vi nga Tegu sepse është goxha më mirë. Okej, thot Klajti, pa haruar fare në që ishte Black Friday atë ditë. Pa atë ditë kisha qenë në mëngjes me mamin, që ma bleu mami pallton një 2 gjëra që morën me ulje. O zot, potemi për nga Tegu, nuk lëvizte fare, po fare, kështu që ishte pamundur që unë të kapja takimin, dhe nuk e kapa. Edhe i shkruaj asaj që ndjes, i them, po kështu. Thëm, duhet e kishte lajmëruar pak më para, njësë e gjithë kështu. Okej, i them, unë për të këtyre jam nisur, dhe i them, ka mundësi sepse i bje të vi një qarikore 20 minuta me vones. Të vi, i thash, apo i ke të zëna me oraret e tjera? I thash, e kuptoj, thash, po më kuptoj dhe të mua, se unë për të këtyre jam nisur, por nuk lëviz makina nga vëndi, nuk kam që të bëj, nuk fluturoj të në bëj makinat e tjera. E nejse, okej, thot e, s'ka problem, lër një orar tjetër në t'javë, se sot nuk mundeme, dhe nuk u bëra mbar kur të vija orar tjetër,
Kështu që këtë javë duhet të shkojme patjetër. Se jam bërë shumë keq. Dhe po si sistemova pak me këtë pudrën, duke në skandal. Kajtin e kam gjithë ditën në punë sot, kështu që nuk e di fare se çfarë do bëj gjatë ditës. Vazhdita do vetë të takoj që mami dhe babi. Po ka që nuk kam asnjë plan, as edhe një plan tjetër. Okej, sistemon pak edhe vetullat, tani e pak buzët, sepse më bën me make-up edhe në ngjajnë shumë e zvet e gjitha. Dhe pastaj do të ulem me Terezit, bëj një porosim make-up-esh, sepse edhe kremin e pudrës po shkon drejt fundit edhe ai. Dan, kaç make-up do bëj sot, nuk do luajm akoma më shumë. Tani të veshim çorape, atlete, pallton sipër edhe të dalim. Dhe kur të vi, kam një mal me punë për të marrë me shtëpinë, sepse ka rënë çik pas dore këto ditë. Kështu që duhet të merrem me patjetër. Sa erdha në shtëpi dhe tani duhet të rregullojmë lëmshet që kemi bërë në shtëpi. Ta fillojmë këtë pjesën këtu të make-upeve që ka përfunduar një lëmshi vërtet. Nuk e di pse ka përfunduar kaq keq kjo pjesa, duhet merrem seriozisht me sistemimin e setarëve këtu poshtë, që të mund t'i fus atje dhe mos t'i lë kështu rrëmuj këtu sipër. Edhe këto produktet e reja duhet t'jesh nga kutia. Gjithmoni haroj karikusat në priza, po me thënë drejtë nuk do lanë, sepse kam dëgju disa raste që kanë marrë flak, edhe duhet pasë shumë kujdes me të gjëra. Nuk bëhet shaka me të tilla gjëra. Iki tani nga mami dhe babi dhe I morën në telefon dhe ju thash që të bëjmë. Doni të sa gjithë e peskalënka. Doni të dalim të pim ndonjë kafe apo do rim shtëpi. Është tot sa përtojmë rim në shtëpi, kështu që po shkojnë nga shtëpia e tyre. E vetmja ditë që Rana është super qetë dhe nuk të bezdis të marrësh makinën, është pikërisht e tjela, sepse është e vetmja ditë që pushon ky qyteti jon, kryeqyteti jon I dashur. Thash unë sot do merrem me shtëpinë. Qa u mora zi, u mora thjesht bëra drekën, sistemova vetëm dhomën e gjumit dhe kaq asgjë tjetër. Kam 700 punë për të bërë.
thosha më para, unë do jem në shtëpi, kështu që do t'i marr gjërat me super qetësi, do t'i bëj të gjitha, jo, më të keqen më keqen nga kur që ngjen në shtëpi. Se i përton, thua, hëse i bëj, pastaj se pushim jam. Ora të vëm lavatrice, po erdhëm në shtëpi, dihet që na presin punët e shtëpisë. Kalova disa orë të mira, mama dhe babi, edhe u bën natë tani. Ky dimri këtë gjë ka të shëmtuar. Ky kokolino kishte aromë shumë të mirë, vërtet aromë pastërtie dhe mban goxha, deri tani më ka pëlqyer. Tani e ka radhën lavastovigje dhe mbaroj me këto elektroshtëpiaket. Por i po mendosh, atë që të ham për darkë, që të ham për darkë. Dhe, kishe qef të bëja tortilla wraps, ato petët e tortillas. Nuk po dija me që aty mbushja, sepse më mugoj disa nga përbërësit që unë i vëz zakonisht. Kështu që qa bëra? Mora telefonin dhe hapa ChatGPT-n. Unë ChatGPT-n e përdor shumë pak njerëz, kur isha në punë e përdorja shumë, sepse në marketing të ndihmon shumë për ide. Ose të shkuar një ide, na i paka shumë të shtjellon, të ndihmon. Ndërsa për gjërat e mia unë e pyes si është zakonisht shumë pak. Sot u kujtova, thash, po i listoj chatit që dua të bëj tortilla dhe me chatin mbush duke listuar përbërësit që unë kisha në frigorifer që do më bëta kombinime. Kështu që, 2 tortilla do t'i bëj me vezë, ose të skuqura thotë ky ose të zjera. Problemi është unë tiganin e kam vënë në lavastovilje. Sot të pres të mbaroj lavastovilje, vetë çik si vonë. Kështu po mendoj t'i bëj të zjera, krem djathi, Philadelphia, djath të bardhë, të thërmuar, kastravec, pak piper të zi. Është njëri kombinim që më bëri qati. Kombinimi tjetër e kemi me tortilla, me ton, djath, kaçkavall dhe ullim. Do vendosim tonin e peshkut, ullin të prerë në feta, në fakt do përdor patë ulliri, do ta lëj petën me patë ulliri si jep shumë shije ajo. Djath kaçkavall, të grirë ose të prerë hallfat, si të duash. Disa kastraveca në copa të vogla. Edhe këto të krem djathi, prandaj kam vendosur copa ulliri. Okej, të shohim, do t'i kombinojmë, duket lezetshëm. Kështu që, vezat më mirë për i vendosur të zjenjë, që mos për më vonoj të pres lavastovilje. Shpresoj mos kesh shumë zhurma në sfond, se kemi lavastovilje, kam ndesur 2 kondicionerë që të ngrohen gjithë ambienti, kondicionerët i bëra quiet mode, në mënyrë që mos të bënin zhurmë. Kështu që ta keni parasysh tyra dhe juve një ide të mirë, në momentin që nuk dini çfarë të gatuani, chatit mund t'i fusni përbërësit që keni në frigorifer, ai ju jep ide, është shumë i mirë realisht për këtë pjesë, ose thjesht mund t'i bëni një foto frigoriferi. Në qoftë arjen që të duke në të lexojë mirë përbërësit, si sa i e lexon imazhin, dhe ai ju jep sugjerime për darkën, kështu që është një zgjidhje interesante. Zhvilloj gjithë përbërësit të bëjmë një mix and match. Okej, kam vënë vezën, ndërkohë kam vënë edhe sallamin te tostieri në mënyrë që mos të vonohemi dhe t'i bëjmë gjërat lutosisht. Tani kemi punën. Po janë të pjekura tortillat, kështu që duhen lënë vetëm 20 sekonda në 15 deri në 20 sekonda në mikrovalë. I kanë të shkruar këtu mbrapa. Në 650 watt 15 sekonda, ose në tigan 10 deri në 20 sekonda, ose në furrë 1 minutë. Kështu që ne do t'i vendosim në mikrovalë për 15 sekonda, thotë kjo.
Unë kam 30, po I la 20 ose shohim. Tani është koha për maska, se cili maskën e vetë, unë do vendos këtë, që kjo duhet mbajtur 2-3 orë. Është pak vonë, kështu që ndoshta mund të fle me këtë nëse fle dot. Dërsa buri ka të vetën. Kjo I disa institut, më duket se koreane është dhe kjo, apo ja? Ja, nuk është koreane. Se di qa markesh, por supozot është ka stile për çuna. Kjo është thjesht marketing se njësoj bëjmë punën, të gjitha. Të filloj me vënien e maskës. Një nga maska dua të bëj edhe video në Instagram, por janë 3 copë, kështu që kemi akoma hapësirë. Oho, se rëshkiska është shumë fare në dorë. Shpresoj të vë në mënyrën e saktë. Pak më po e qalla. Pas me një material shumë të çuditshëm. Tani këto në mos gaboj vjen këtu. Për këto shenjat e mimika. Besoj, mendoj që e kam vënë saktë. Nice, nuk të pesdiska, prandaj ndoshta mund të mbahet aq gjatë. Do ta kjo thotë duhet mbajtur 2-3 orë dhe kthehet transparente. Të shohim, do të hap kamerën sa do të jetë ora që t'u tregoj rezultatin. Do të shumë kurioze në mezim pres. Okej, njerëz, është ora 1 natës, dhe erdhi momenti ta hish këtë maskën. Shiko, si është bërë pjesa e ballit që është bërë komplet transparente, ashtu do të ishin bërë edhe këto, që janë duke bërë, por nuk munden ta bëj më dhe dua të flej gjumë, kështu që do ta hiqi. Okej, shikojni pak të super shkëlqimin që I lë pas fytyrës. Më pëlqen dhe sikur e ka zbardhur tonin e lëkurës, fikta gjë që duhet të bënte. Okej, këto maska nuk bëhen kohë virale sepse ja vlejmë, besoj. Herës tjetër do ta bëjmë më shpejt, ta bëjmë gjatë ditës në mënyrë që mos të rrim pa gjumë, se është e sigurt që unë këtu nuk flet dot, nuk e di si ja bëjnë gocat e tjera që kam provuar dhe që shoh video vërdall, sepse unë nuk flet dot me këtë maskë. Por rezultati besoj se duket dhe është goxha I mirë. Tani, unë po mbyll këtu këtë video dhe të shihemi si gjithmonë nesër. Mos harroni të bëni like, subscribe, shpërndajni video me miqtë tuaj, ndizni atë notifications on që të shikoni të gjitha videot e reja që unë hedh dhe komentoni çfarë të keni dëshirë. Bye bye, natën!